Vllaznia në peshngritje po rrit një brez të talentuar sportistësh, kur kemi parasysh se viti 2025 ka qenë shumë i suksesshëm me grup moshat. Pas kategorisë U15 dhe U18 që u shpall kampion, të shmërët radha për kategorinë U17 që u shpallet po kampion, me kryetrajnerin e vllaznisë Artur Lagja. Profesor, një vit i suksesshëm për peshngritjen shkodrane. Po, desha të ju falenderoj në mënyrë të veçantë, zoti Kasor, ma që jeni edhe gazetari i preferuar jemi dhe më i vjetri në Shkodër. Dhe na jeni gjinë sa herë ka pas kampionate dhe evente sporti peshngritjes, keni kanë i gatshëm që ta promovoni këtë sport, cili është aktualisht në majet më të larta. U zhvillu kampionati kombëtar për të ri, ku dhe mas sa viteve, sakrificave, arritme që kena një brez peshngritjes të talentuar dhe u shpall me kampion Shqipënie. Turi, në fakt ju e keni paralajmëruar në disa intervista të tjera që ky brez i ri që po nxjerrni nga duart tuaja është e ardhmja e peshngritjes jo vetëm shkodrane, por edhe asaj shqiptare. 3 tituj kampion me 3 kategoritë U15, U17 dhe U18 e dëshmon më së miri. Po, zoti Gasper, kemi thënë që kjo është brezi i ardhmes dhe faktikisht kështu është, masi përfaqësona i ekipi vllaznisë denjësisht edhe në aktivitete ndërkombëtare, ku janë tashmë 2 sportista të nivelit lartë, Semir Lagja dhe Antonino Mollisi, që janë anëtarë të ekipit kombëtar, ku vlen të përmendim Antonino Mollisin, i cili kryi një aktivitet botëror dhe u rendit i 4-ti në botë. Tani kemi kampionatin evropian shumë shpejt dhe shpresojmë që të kthejmë me 3 medalje arit. Konkretisht për garat kombëtare që sapo përfunduan, cili ishte me spikatori nga vllaznia? Nga vllaznia, në veçanti dhe në gjithë Shqipërinë, ishte sportisti i kampionatit Antonino Mollisi. Pasi thej edhe 2 rekorde kombëtare pra në vazhdimsi thjesht rekordeve. Por mund të përmendi Klevis Bazin, i cili bani një aktivitet shumë të mirë, Ensar Proni, një djalë i talentuar, tashtima u fut edhe në linjën e sportistave mirë, ku kemi marrë edhe një sportist po tjetër të ri, i cili është shumë i talentuar, Samuel Kola, i cili doli i 2-ti në Shqipëri në peshën e vet. Pra, këto 4 sportistë, Antonino, Klevisi dhe Ensari bashkë me Samuelin, ishin koka e bërthamshme të ekipit. Lagja, ky kampionat krahas të tjerëve kishte për kriter që kampionët apo më të mirët e këtij aktiviteti do të ishin edhe përfaqësueset e kombëtarëve të Shqipërisë që do të jetë në Evropianin e Spanjës. Po, kjo ishte edhe një tip garë kontrollit, përveç se ishte një kampionat kombëtar, ishte edhe garë kontrollit për spikatin e talentave të ri, ku ne i veçojmë ata sportista që na përfaqësojnë dinjësisht dhe futin në grupin e medaljeve, ku spikati Antonino Mollisi, ku shpresojmë që të marrim pjesë në kampionatin evropian në Spanjë, ku do të zhvillohet dhe është i vetmi përfaqësues që do të na përfaqësojnë Shqipërinë shkodrani Antonino Mollisi. Profesor, përgëzime për titullin kampion që rikthehet pas shumë vitesh në Shkodër me 3 grup moshat dhe suksese në Evropianin e Spanjës. Shumë faleminderit dhe ju jeni ai gazetar që na lartësoni punën dhe djersën tonë. Faleminderit.